pigmentimi janë disa njolla të zeza ose njolla pak më të errta se lëkura jo normale. Dhe përse e shkakton, ne dim pak a shumë se përse e shkakton, e para punës është dielli, ai që ndikon, janë hormonet, ato thjesht lëkura prodhon më shumë melanin. Normalisht prej të gjitha lëkura, janë disa faktorë që ne na ndodh. Ndryshimi i hormoneve gjatë shtatzanisë është një ndër faktorët kryesor që këto njolla shfaqen, ose mbrojtja e duhur nga dielli gjatë gjithë stinëve të vitit. Atëherë, ne dimë që pilin është përdorur që në kohë të lashtë. Përfitimet që ne marrim nga një pilin janë të shumta, që duke u nisur nga zbreja e njollave, duke përmirësuar strukturën e dukshme të lëkurës, që tek poret, që të jep një ndriçim lëkurës, atëherë bën eksfolimin e shtresave sipërfaqësore të lëkurës, bën nxitjen e rimodelimit të fibrave të kolagjenit, vitalizimin e një lëkure më të lëmuar dhe më të tonifikuar. Pra, dhe një gjë të fundit, sepse kam vërej që e thonë për shembull që ne kemi bërë peeling dhe nuk e kemi marrë rezultatin e duhur. Rezultati është normalisht, sepse atëherë mbasi ne përfundojmë këtë proces, duhet jemi të kujdesshëm në maksimum për mbrojtjen e saj nga flurat, ka një lloj procedure që ajo të ndiqet rregullisht që ne të marrim rezultatin e duhur. Uroj që të kemi marrë sa të pak në ndihmë me këtë informacion, kështu që shihemi në video të tjera.